Po, tani edhe zoti Pren Marjeku ka për të thënë fjalët e tij për gjithë. Faleminderit. Faleminderit shumë Tedi. Kam një mesazh për gjithë popullin, po posaçërisht për të rinj. Atë dheu mbi të gjitha. Po e duam atë dheu, ne e dojmë fëmijën tonë. Ju lutem, kjo nuk është patriotizëm folklorik. Ta duam atë dheun, ashtu si familjen e prindi mirë që e don fëmijën e vet. Kur e duam atë dheun, e kemi dashur fëmijën tonë. A këto janë dy atë lidhme. Rinis, ju lutem mos na kopjoni ne. Kopjoni shtetet e civilizuara evropiane, perëndimore, në gjitha edhe ta ruajmë traditën e pastër shqiptare të bukur e cila na ka deri ditë sot na ka pru. Ne jemi konë prag shparosis me pushtime gjata, por tradita shqiptare, besa shqiptare, njerëzia shqiptare na ka pru deri ditë sotve. Ju uroj gjithëve festa. Atyre që festuan dhe tani gjithë që festojnë vitin e ri dhe një vit shëndetshëm dhe suksesshëm për popullin tonë shqiptar, bujtë dhe stërvujtë dhe gjithë njerëzimit kemi paqë, shpresojmë që paqja është afru, Ukrainë, Rusi dhe do të kemi një paqë në gjithë globin dhe të zhvillohemi si popull, si shtete dhe të bashkëjetojmë paqë të gjithë. Faleminderit shumë Tedi. Falenderoj shumë për fjalët e bukura, urimin dhe po. Më falë se e lash për punta. I uroj gjithë bashkëdhetarët, gjithë mërgëntarët në Amerikë. Zoti i rujtë i bekoft ata dhe Amerikën që gjithmonë i u gjetën pranë popullit shqiptar. Gëzuar gjithëve shëndet e çdo të mirë në familje dhe në bizneset e tyre që i kanë. Falenderoj shumë për fjalët e bukura, për faktin se adresove dhe të rinjt edhe për këshillat që dhet. Falenderoj për lidhjen që patëm sot dhe që ta kemi sërish bashkë çdo muaj, këtë lidhje mediatike mes Amerikës dhe Kosovës.